Hona Shaqiri. Po t'jo me se po të vesh shumë bukur. Zonin mos tani, shuj, zonin. Da të më Zemrën. Të mirë po dokesh. Me qënë ke veshur, muj me të bardha, e krah për krah me tjetrin loze kërcen. Hajde, këtu është vendi për ty. Këtu jemi para gjyqi. E pram. Kanë thonë që shtu se unë me shumë, kisha pas qef me ta ndëgju zonin, veç të Jo, ma mirë, edhe nuk po më pëlqen, bojna pak ndryshim. Po e ndryshojmë pak, i lojmë na i herë tjetër këtë. Edhe kjo është arsyeja që unë me knacin më të madhe, dhe me thonë, ku marrë të te? Faleminderit shumë. Se diçka ndryshe përveç energjisë, buzëqeshjes, që ti e ki, din me bo dhe senet mira për neve, me në nëzit pak. Hajde, je gati pra. Ta shojmë gati, ku më kam thonë, ta shtashoj. Edhe jam gati për përzizje tua. Të dish apo të kesh? Normal, me dit. Me dit. Pa tjetër. Ma miro me dit se me pas, a? Që gjuna është mos me pas, po kër vonë dy jatë. E zgjedhën tjetër. Me dit mund është edhe me pas. Me pas mund është me hup edhe dijen. Okej. Bota sot më e mirë apo më e keqe? Mendoj që bota është e mirë, kërkojmë falje. Vesa, se shqiptarja ke pas shkëshyrë me njerë të E përshëndesim Vesa Smolicën. Vesa, nuk e dija për na shepot. Kërkojmë falje, zemër që ku e kemi drejt për drejt. Që që ja pas kelu në amrin? Ku e vrejte, ku e vrejte. Bota edhe atëherë edhe tash është e njëjtë. Njerëz kanë ndru, po bota për mu edhe atëherë edhe tash është e njëjta. Njerëzit kanë ndru për mira apo për keq? Njerëzit. Unë e kom pak si karakter këtë anën diplomatike, i arsyetoj. Qush po mendon ti, për simbas te, unë ty po të pes. Unë arsyetoj shumë. A kanë ndryshu njerëz, apo rrethanat i kanë detyru që njerëz me ndru? Konsiderojnë këta dytën, unë e kësha me Atër njerëz nuk kanë ndru, janë të detyrum me bo ndryshime për hir të rrethanave. E vërtet. A e pranojmë si përgjigje? Unë bile dhe personalisht po pajtohna. Qka ta prish humorin më nxes? Nuk më prishë, jo. Nuk më prishët humorin më nxes, jo. Okej. Kur e ke mësu bicikletën? Shumë e vogël. Sportiste, kom qenë sportiste. Krejtë, dhe me thonë, krejtë sportet i kom lujtë. Ndështë Sa mirë. klasa parë, edhe skateboardin, edhe rollerat, edhe bicikletën, edhe motorin. Sot i praktikon dhe në krejt. Krejt. Sa mirë. Okej. Muzik playback, por shumë e paguar, apo muzik live edhe ma pak e paguar? Live ma pak e paguar, ose live me duar trokitje, pa pages. Telefonata që shfrytëzoni komplet, kush keni dashma. A je sigur se live jemi? 100%. E kom dëshmu edhe në hera tjera. Pra ke pas raste që kesh pas raste kur kanë qenë qifte të mrekullueshme që kanë qenë pjesë e publikut tem edhe më kanë thonë budgetin e kemi shumë të vogël, edhe ju kom thonë përderisa ka dasht krijuesi që ju dy me u kurorzu kush jam unë me enal kurorzimin e juve as mos e diskutoni. Edhe ke shku pa asnjë pagesë. Me knaqësinë më të madhe. Qëre, gjithmonë puna shpërblehet, mandej ose familjartë, ose dikush është mundu me ma bo një lloj shpërblimi, pa tjetër unë e ku marrë shpërblimin, po unë nuk e ku bo për me marrë shpërblimin. Po, këthemi të pytja live, drejt për drejt, si që tash me ty, me duar trokitje. Edhe me duar trokitje, kjo ke më e bukra. Kush të ka refuzuar për bashkëpunim, nëse ka dikush? Nuk kom kërku bashkëpunim, edhe kom disa artista që kisha pas dëshirë me pas bashkëpunim, njonin mëj me zbulu, është Lady Gaga. Pse po ke? Bukur shumë. Shumë i devi. Pëlqej? Po. Pëlqej? Po, jëm të munu me imaginu se qysh kish me udu. Të dy, aty shim kona e me një piano këne, unë me një piano shpin për shpin, se na kemi shumë talentat që jënë të barabart me artista të nivellit të Lady Gagas, po. Tash këto rrethana tona jënë pak ma të vugla, apet jënë të kanëshme edhe tomla. Por kur të pa mundu, na? Nuk kom pas refuzim për bashkëpunim, se edhe nuk kom pas dëshirë për me pas në të një bashkëpunim veçantë. Okej. Mendimi ëtë Jehuna për Tallavan, për muzikën Tallavan? Është thjesht preferencë.
personale. Çështje shihesh. Çështje shihesh. Okej. Padrejtia më e madhe që të është bërë në karrierë. Në karrierë, nuk kom pas, në biznes kom pas, në karrierë, nuk kom pas padrejtësi. Për shembull, ka pas në komunë, ka qenë politike, që kanë mendu që unë kom qenë pjesë e një partis tjetër politike, edhe kur i kam bo eventet verore, kanë dasht mu më një farë forme më denu ose penalizu, po prapë se prapë nuk me thonë që është padrejtësi. Po në biznes, këto të natyrës biznesit që... Po, të natyrës biznesit, po, pa tjetër padrejtësi, prej dorës të njerit ligë, si loj hakmarje. Edhe arsyeja pse e thëmë publikisht ose me zotë që më ju thonë krejt njerëzve që merren me biznes sepse ka ramje dhe ngritje shumë të mdaja, dhe me thonë, nuk jeni vetë, jena plotësion, po... Dhe mos me qenë grua në biznes është... Po, ma mirë se bohesh hala ma e fort, gru me 5 yje bohesh. E vërtet, e vërtet. Okej, ka nga më e bukur e dashurisë për ty? Kuja unë e kuja ti e jemja, që e ndjej edhe e dushëm, nuk po kthehem të refreni letra do t'i gris, jetë të re do nis. Po thjesht është ajo melodia, është ritmika, ku mi nxjerr edhe 2-3 tema tjera mrenda tekstit që vetë ka kanga. Okej, e bukur shumë, pra është e gjerë, që ashtu që është definicioni i dashurisë. Definitivisht. Se cili e përjeton ndryshe. Si puna e Mona Lisës deri dikon. Unë të paktën e ndjej që është. Okej, bukur. Pagesa më e ulët që ke marrë në një koncert? Ma e ulta, 50 euro. 50 euro. Okej. Në është edhe 30, 50, nëse këshim pa edhe ato shpenzimet, 30, besoj se edhe 30. Okej. Për mu, po foli për kuk njeri. Personalisht, pa përfshirë, ndoshta... Po pak madhe në zbën me pytë. Jo. Debati më i madh kohëve të fundit, me kë dhe pse? Oj, qëfar pytje? Ka njeri ju disa faza në njëherë që reket për një temë dhe është diçka që po e shqetëson. Kohën e fundit nuk kom pas debate, kom pas bashk bisedim për mirë. Jam me një paqe për mashallah, se ku marrë hudrën me veti. Je vesh me gjellë, bra, për stanin. Se pas në mendu, falimderit, po sinqerisht nuk kom pas ndonjë debat. Të fundit, për një arsye të caktume. Okej, po i fundit krejt që e mbënë? I fundit krejt një event në Pogradec me njenin prej muzikantave. Okej, që është e punë? Në organizimi, vonese, zërimi, që kjo është. Okej, a bën thashe theme? Nëse po, me kë i bën? Jo, heq. Nuk bën? Heq. Okej. Moj me bisedu edhe me diskutu për gjithë shka, muj me bo humor që njës në gjithmonë mas pare prej vetës tem. Thashe themet, as nuk i du, as nuk du mi ndëgju. Okej. A ke qenë do njëherë në rrezik për jetë? Po, kom pas aksident, kom qenë disa herë. Po, e fundit ka qenë një aksident me makinë, po, aty ka qenë dhe me thonë një dhurat prej Zotit ku thjesht në ka shpëtu edhe më ka dhonë. Ka qenë serioze situata? Shumë serioze ka qenë dhe me thonë, edhe e tresht, po falemderit e kime e te i kalu, ka qenë një rëshqitje në akull, në malin e sharit, e kum pas edhe djelin me vete, po deshti madhi zët, një dru shumë i hollë, shumë i vogël, që është edhe vetë mesazh i jetës, bohet një arsye që te për me gëzu edhe me jetu. Falë Zotit, jeni mirë sot. A beson në bestytni? Bestytni, jo, më falë. A të bën telefonin shtu të në kona? Po, që e këna në. S'ka problem. Në bestytni nuk besoj, po në fuqin e universit, po. Okej. Në fuqin e universit, po, bestytni, për shembull maca zez, e këto jo. Këto jo, nuk thehesh 3 hapa mrapa nëse... Jo, bile qatë shumë kanë dalë aty para lagjës do maca atë zeza, veç ma marë, po me jetë. Okej. Qka të të bëje po të ishe në gjinin e kundërt për një ditë? 24 orë të vetme? Nuk e di, se... Se ke mendu dhe njerë? Nuk e kom mendu, se jam shumë rahat në lëkurën e femnës. Okej. Qka të bën të qash me njëherë? Familja, sukseset, emocionet prej mamit, babit,
djallit, njerëzve të dashun të mi, lajmet e mira. Lajmet e mira. Okej. Lajmet e këqija më stepin edhe më bojnë të heshtin. Nuk më nxjerrin lot. Okej. Thonë që njerëzit që nuk derdhin lot janë më të fortit. Po, jeta na ka po të fort. Nuk i dihet, a? A është e vërtetë që dashuria e parë nuk harrohet? Çfarë mendon Jehuna? Po, mendoj që dashuria e parë nuk harrohet, jo personi i parë. Po pra, ndjesia. Po qëto e bojnë njerëz të atë gabimin që nuk din me bojë diferencën, se në varet çka ka qenë dashuri. Nëse ti ke qenë me një moshë shumë adoleshente, edhe ke pas një pëlqem, një pasion, ose një dashuri platonike, nuk do të thotë që ajo ka qenë dashuri. Dashuria mundet më ardhë edhe në moshën 50 vjeqare e para. Ka dalë tash më su drejto ka unë. Jo, vesh po të shoh. Që e të folë po. Po, besoj. Beson, okej. A i zgjidhin parat problemet në qift? Boj një lloj balanci. Okej. Nëse thom një është një popullore, kosovar, që është një rënë shumë e madhe. Edhe i bin problemet edhe bojnë zgjidhje. Çka është feminizmi për ty? Feminizmi për mu, mendoj që... Po të ma thonë shtu definicionin, po që mendon ti? Unë për vete, nëse më kishin thirë me një debat për feminizmin, unë nuk e di edhe, a kisha shku se kisha prish emisionin, e kom thonë edhe me një intervjist tjetër. Se? Se kom lind prej një babe që e du mas shumë të imbot. Edhe kom një djallë që e du mas shumë të imbot. E kam një vlla që jom rritë edhe jom su me qenë luftare, edhe normale kam edhe një burë pjesë tjetës, edhe su me qenë feministe. Se si mbas feminizmit, për kur gjos pas ka drejt gjinia mashkullore. Debatet që pindëgjëj kone fundit këtu. Ato janë mendimet të tjerve. Feminizmi thot që është barazi gjinore, pra kërkohet unë nuk e du barazin gjinore. Nuk e donë barazin gjinore? Jo. Nuk e du barazin gjinore, sepse ka pas raste ku në kumë qene detyrume me prek pun të gjinis mashkullore, po nuk e kam as trupin, as mendjen, as fuqin e mashkullit. Po sot, a janë të ndara punë të burrave dhe punë të grave? Po dritë qysh nuk janë të ndara, nëse për shambull tash unë kam u bo barabart mi marë bubnjët e besnikut, ato i ka 25 kilogram. Nëse jemi të barabartë, qysh kena mi bajt 25 kg edhe aje dhonë, kur unë mas pari se kom të rupin për ato 25 kg. Unë është ta mëj me bo, po kam e nej 2 ditë në krevet. Nëse flasim barazi. Ose ka dhe bura që nuk e bëjnë do të asë këto. Banë, po mandej nuk e di se sa i në gjanë femnës. Unë du femna me qenë femën. Jam të mund, unë e përkraj atë femnën që ka qenë dikur ajo aristokratja, e let, e bukur, elegante, që i punon punë që mundet mi bo gjinia femnore, po ajo është edhe biznes. Ajo është si cili profesion. Po me qenë, dhe me tonë, mos me ikë pri... Nëse merë shambull të kaluar, ngruaja në biznes s'ka marrë herë. As nuk ka marrë herë në punët e tjera ku ka shku buri. I kam bo në për mbretni që i kam bo do punë të mbaj. O zemër, në Kosovë. Unë e gjuj gjithmonë naltë. Okej, me mbretrit atëre... Ani pse edhe aty ka qalimet të drejta. Femna duhet mi pas të drejtat e plotat vetat. Edhe mashkulli këta po luftojnë. Të plotat vetat. Do me thonë, liria e femrës absolute në çdo aspekt. Po në gjithmonë kur thonë për të drejtat e barabarta, në këtë rast e pështoj gjinin tem. Jo me hyte bageri. Po s'është veç bagere, zemër, ka për shembull vajza që luajnë futboll shumë mirë. S'mund të thush se futbolli është veç për burrat. Kush tha se është për burra futbolli? Po pra s'ka profesione të ndara, burra ka. Po për shembull aty ku duhet, për shembull ku ka fuqi të mashkullit, mos me hi femna. Okej, ti po flet për forcën fizike. Ajo është njerëzore mandej, sepse po jo se mandej po dalin do burra që po thojnë hajde bëne, se pi lypni drejtat e barabarta. Ani dhe na e bojmë? Ma mire në nëshkrujmë. Hajde me tjetërën, se mbetën pa u ledzu këto. A ke bërë ndonjëherë Photoshop? A ke editu fotografi? Unë jo vetë personalisht, po zakonisht shoqet e mia se më kritikojnë për fotografi,
Pse? Se nuk i punoj, nuk i editoj fotografit, edhe nëjherë ju kom thonë, po na që me, boni qka dush, po apet si më konon, Shkrije talentin. Po për jam të naturalja. Okej. Originalja. Kënga më e bukur në repertorin e Ehonës? A tha është ku jam unë e ku jetit. Ajo mbetet, a? E dushëm. Po, e ndjej. Okej. E ndjej shumë. Haj këndo ma pak. E imja je më theu shpirt, sa fjallë të ëmbla më ke thanë, në sytë tu ishe unë drit, pyje se më ke lanë. Sa e bukur. As për vazhdoj ma, nejse është dhimbje. Shumë e bukur. Okej, gruaja që nuk do fëmijë, zgjedhje personale apo egoizëm i perceptuar nga shoqëria? Zgjedhje personale. Zgjedhje personale. Zgjedhje personale. Pra këtu nuk Unë jam të gjykojmë. liria absolute gjithmonë. Nuk i gjykoj kur njët kërkam. Okej. Pyetjet na përfunduan, çfarë po mendon, sepse në bas përgjigjeve këtu është përqindja ke dalë Angel apo djallë. Hajde ta shohem. Qish po ta mërmendja ty, derisa të ma japin? Ta shohem, ndështë barazi ka me dalë. Okej, Një rezultati barabartë. derisa gëzimit më thotë edhe rezultatin, më trego pak në këtë periudhë, se jam krejt në fund, në këtë periudhë, çka je duke punu ku e ke fokusin më të madh? Tash vetëm sa e kom përmbyll një bashkëpunim me një DJ, është një këngë pak si Roma, është Ederlezi, është shumë e bukur. Sepse për mu rënd, nuk e di pse, po e kam një simpati për natyrën dhe mënyrën e tjetumës. Edhe më pëlqen ajo bota ritmike, muzikale që kam. Po flasë gjithmonë tash prej këndit të artistit. Ka dalë diçka shumë e bukur, verore, është ma te për diskoteka, për plazha, besoj që mranda ditëve vetë se ka me dalë. Okej, pra edhe xhirimet e gjithçka ka përfunduar? Tash vetëm ka me u lansu, ndërsa 2 projekte të reja, vetë se jëm tuj pregadit për këtë vetë. Jena ka me qenë besoj se ritmike, tjetra pa tjetër balot ka me qenë. Tash, a ka me dalë jona me gitara, me piano, hala... Dhe t'jalojmë kohës, ata? Okej. A që po më tregon ti për vetën tonë tonë këtë shkëlqim, ku pe merë? Kush është qelsi i... Kush është sekreti? Që tregoj. Njonin e këta ku para se me hyë. Ato gëzimin e kam kështu gjithë ditën. Njemi si maca me mion. E kam Arbrin që mjep këngë shumë bukra dhe energji për çdo ditë në studio. Arbër të përshëndes, mujtë pak me mu kështu një... Mujti. Edhe gjithë kolegët e mi që janë ndihmes për me bu këtë punë që nuk është e letë. I përshëndesim krejt, po unë mendoj që qëto je të regu një Angel im sheft. Une, kjo është ana diplomatike e një femnës të sukseshme. Se unë nuk funksionon kjo makineria e përsimjes. Nuk funksionon. Më thanë 60 me? 60 me 40. 60 Angel, 40. Unë e prita 50. Po dhe 60 që okej është. Është ata që më njohin edhe që më dojnë edhe që më gucin, më thojnë po ama i ki krah të zi. Na vesh në bazë përgjigjeve, po ti Angel. Falemderit shumë. Edhe energjin që e ketë. Falemderit shumë që erdhe, shiuva shumë. Kënaq që adhon me ty, inshallah si pytje sa ma shumë. Sa ma shumë të presim kur të herë, këtu i freskuar me tjetër, halo. Edhe me kongë ma shumë, kështu po e bojmë. Po lojmë edhe Arbrin, sigurisht i kemi minutat në fund të rezervuar gjithmonë për Arbrin. Faleminderit shumë që ishit me neve, vazhdoni t'jeni me ATV-n, takohemi nesër.